ndërsa prej te kisha pas qef me ditë më shumë për aspektin politik, social, sepse ndodh kjo. Çka ashtu na ndodh në fakt, para se me fillu me prezantimin e këtyre argumenteve. Mirëmbrëma, VB, mirëmbrëma për gjithë shikuesit, është vërtet një ngjarje shqetësuese mendoj në shumë dimensione, po me e pa tash kështu pak në historikun e vonë, edhe ajo që i ka ndodhur Kosovës, se që ju ka ndodhur dhe vendeve tjera, s'po them që është veç Kosova, ka natyrisht shumë faktorë të cilët mujnë me u përdor për me spjegu, domethënë, këtë fenomen shoqëror, për masat e cilit ne po më duket ende nuk i dim. Dhe mendoj që në këtë drejtim Kosova për çdo herë më shumë është kavonohet në trajtimin e kësaj çështje, dhe kur e trajton çështjen, mendoj që e trajton shpesh herë më shumë në mënyrë të gabuar se sa të duhur. Sepse këtu janë bo bashkë shumë tema, dhe secila prej tyre e kërkon një trajtim më serioz se sa që kemi pa të trajtuar, qoftë nga institucione, qoftë nga instanca tjera të organizimit shoqëror. Pra se këtu në fakt nuk është vetëm problem policor, ligjor kjo. Absolutisht, bile mas pak është problem policor, mendoj që mas shumë të problem kulturor, problemi i arsimimit, problem politik edhe social këtu, sepse ka, siç thash, faktorë të ndryshëm që ndikojnë domethënë një njeri ose një person, kudo qoftë ai, për me i përqafu disa ide të cilat janë më radikale e më ekstremiste, edhe me një dozë të shtuar të dogmatizmit, kuptimit jetës. Dhe në këtë drejtim konsideroj që në Kosovë na e shohim këtë të jetë zhvilluar veçanërisht në rajone të caktuara, e cila unë mendoj që vjen nga dy dimensione kryesore. Pra e para është ndjesia e mungesës së drejtësisë. Pra ka një grupe të mëdha shoqërore mendoj në Kosovë, të cilët ndihen që ka pas mungesë drejtësie për ta, për çfarë do arsye qoftë ajo mungesë drejtësie. Tash kur po them ndihen, nuk po du me thonë domosdoshmërisht që drejtësia ka munguar, do të më kuptuar që është percepcioni shpesh herë ndërtohet edhe pa pas arsye, mirë po kur shndrohet në percepcion të përgjithshëm. E as më tepër kolektiv, ajo shndrohet pasaj në fakt shoqëror edhe nëse nuk është i vërtetë. Nuk pajtohem shumë këtu me ty në këtë pikë. Cila drejtësi i ka mungu Rehan Beles, një 17 vjeçari, i cili është gjykuar dhe është gjetur fajtor për dhunim seksual dhe i ka ikë drejtësisë, jo për të shku në burg, por për të shku në rehabilitim, për të shku në trajtim, sepse të miturit nuk shkojnë në burg, po flasim për fëmijë të cilët janë rritë në duar të terroristëve dhe sot janë të gatshëm për të kryer vrasje. Domethënë, a kanë kapacitet këta njerëz për të kuptuar këtë drejtësinë e mungume, apo mos jo? Unë nuk mendoj që nuk është çështje për mendimin tim, nuk është çështje e kapacitetit individual për me këtu. Ma shumë është çështje e një sensi që ndërtohet kolektivisht për mungesë drejtësie, cila pra po them mund të jetë komplet e paqëndrueshme. E tash kjo është ndërtuar për ligjerimeve të ndryshme politike, duhet me kuptuar. Po jo vetëm politike, për ligjerimeve edhe të krerëve fetare, kështu me radhë të tjerëve. Që kjo sens i tazëm, sensi që është ndërtuar në Kosovë, që ka islamofobi në rritje, edhe që ka përndjekje të muslimanëve, mendoj kjo që e ka shtu që të mungesë drejtësisë në ata perceptojnë. Që në fakt ka shqiptarofobi në Kosovë. Që ka dhe shqiptarofobi. Dhe jo islamofobi, nuk vrej islamofobi. Absolutisht, po mendoj që ka një dimension të saj, po është definitivisht është i egzageruar në mënyrën që është perceptojnë personat caktuar. Pra është i egzageruar sepse nuk është deri në qatë nivel. Pastaj kjo është problemi, është që kjo është shndruar edhe në një lloj kështu, ç'më quajt, kolektiviteti ndërkombëtar. Pra ka njerëz në Kosovë të cilët mendojnë që bota perëndimore është kundër muslimanëve pavarësisht.